së fundmi Adelina Tahiri ka kritikuar Adelina Ismailin sepse nuk e ka përkujtuar ose nuk ka ndalur një moment për të pasur një minutë heshtje ose që ta kujtonte me një fjalim të shkurtër vetë figurën e Shpat Kasapit gjatë një koncerti që Adelina Ismaili ka mbajtur së fundmi. Ju si mendoni, a duhet ketë një solidarizim më të madh kundrejt kolegëve në raste të tilla, duke qenë se Sinan Hoxha bëri një akt mjaft human duke përkujtuar figurën e Shpat Kasapit në një nga koncertet që ishte duke zhvilluar? Jo vetëm Sinan Hoxha, por nga qyteti im edhe i Shpatit, sepse babai i Shpatit ka qenë nga Dibra. Me rastin e 28 nëntori, Lea Qutra, këngëtarja, organizonte një premierë të këngës të saj, po ashtu edhe një festë me rastin e festave të nëntorit, dhe mori hapin që bashkë me bashkëpunëtorët e saj që të anulojnë për shkak të Shpatit, të ndrimit të jetës së Shpatit. Dhe kjo është një akt shumë i madh, sepse artistët mbi të gjitha e presin momentin që të shfaqen para publikut, por si Klea, si Sinan Hoxha kanë treguar një karakter shumë të fortë dhe një veprim shumë të mirëqen. Ndërsa sa i përket kritikës Adelinës, ndaj Adelinës, mendoj që është një kritik me vend, sepse mbi të gjitha edhe ajo i përket botës së artit, në qoftë se do nderojmë dhe do ngushëllojmë familjarët, është vetëm një moment dhe kjo është një akt i ulën ndaj kolegës Shpat. Delvina, dhe i pyetje fundit, ju personalisht si do ta kujtoni vetë figurën e Shpatit në vimësi, por edhe komuniteti artistik në Maqedoninë e Veriut, por edhe përtej hapësirës shqiptare? Shpati do të mbetet një shembull për ne si individ dhe si artist, por përderisa ai nuk është vlerësuar aq sa duhet, neve do të mundohemi që të nxjerrim në pah të gjitha veprat e tij dhe të mundohemi që të bëjmë diçka shumë më të madhe për nderimin e tij. Shpati do mbetet shembull për fëmijën e tij, për neve shqiptarët e këtushëm, i cili ndoshta vetëm e për krahjen e familjes depërtoi jashtë kufive dhe jo nga autoritetet ose nga Ministria e Kulturës ose faktori politik shqiptar. Ky është një shembull se si mund të luftojë njeriu për të kapur ëndrrën e tij dhe botën e tij të artistit, në këtë rast në fushën e muzikës. Për Shpatin do të mundohemi që të bëjmë diçka, të shkruajmë diçka mbi veprën e tij, por ai mbi të gjitha është i pavdekshëm me veprën që ka lënë. Më lejoni që të shpreh ngushëllime ndaj familjes, ndaj nënës së Shpatit, cilën kam patur rast që ta takoj shpesh, sepse ka qenë pedagoge profesoresh në Universitetin e Pedagogjisë, po ashtu edhe si deputete në Republikën e Maqedonisë, dhe më vjen shumë keq, por siç është shprehja jonë shqiptare, Shpati nuk ka qenë vetëm fëmija i nënës së tij, por ai mbetet edhe shoku jon, mbetet edhe artisti jon. Delvina, a nuk do të duaj që, siç e përmendët edhe ju, që shteti i Maqedonisë Veriut t'i kishte ofruar, por edhe shteti shqiptar dhe autoritetet shqiptare atje t'i kishte ofruar një nderim shumë herë më të madh figurës së Shpat Kasapit dhe po themi një përkujtimore të një niveli të atill që i shkonte për shtat figurës së këtij këngëtari i cili kishte thyer kufit
e hapësirës shqiptare, pra që shkuar përtej hapësirës shqiptare me këngët e tij, sepse e pam që dhe përcjellja e tij u bë në një fugon me dyert të hapura, ndërkohë që kemi të bëjmë një figurë e cila ka lënë gjurmë të mëdha në muzikën shqiptare. Po, jam e mendimit që duhet të nderohet, siç e dim që Shqipëria ka disa tituj të rëndësishëm. Jo më kot në bisedën tonë të lirë u tregova se unë kam qenë kryetare e shoqatës Josip Vajgeri dhe kam arritur që të kryej emisionin tim për ta shpallur derë i kombit nga presidenca e Shqipërisë Josip Vajgeri. Mirë po, mendoj që shpati ka thyer shumë bariera dhe do duhet që të nderohet në një çmim si mjeshtër artistik apo një titull të ngjashëm. Thash që komuniteti i artistëve do duhet të bashkëpunojë me faktorin politik shqiptar, duhet të çojë zërin dhe duhet të arrihet deri në atë pikë sa që të nderohet një artist i tillë që la një trashëgimi të bollshme dhe që publiku e ka mirëpritur goxha mirë, ashtu edhe unë ndjej pas vdekjes së tij. Në këtë rast, ju si mendoni se do ta përkujtoj vetë Tetova, vetë komuna e Çajirit që do mbajtë një ceremoni në orën 13 ditës sotme, në vitet e ardhshme vetë figurën e Shpat Kasapit? Po, është pyetje me vend sepse neve tash e kemi kuptuar se sa intervista ka pasur Shpati dhe sa paraqitje në publik. Do duhet të bëhet një përmbledhje e gjithë historisë së tij dhe mendoj përmes konferencave dhe përmes paraqitjes së artistëve duke treguar mbi vetëbindarinë e tij dhe ballafaqimin ose bashkëpunimin me të, dhe kështu që do mblidhen materiale të shumta që të arrihet që të bëhet edhe një far historik mbi jetën dhe veprën e Shpat Kasapit. Unë në fillim e potencova që e kam takuar në për hahengje, kemi lidhje familjare të largët, por Shpatin shpesh e kam gjetur edhe në qarshinë e vjetër, ku ka dhënë ndihmë ndaj skamorëve, i kam ndihmuar ata, gjë që është një akt shumë i bukur dhe një humanizëm që ka pasur ai, dhe këtë gjest e kam pasur disa herë, madje kur jemi takuar, kemi bashkëpunuar me që unë i përkas botës së letrave, shkruar edhe poezi, shpesh kemi diskutuar që të marrësh një poezi që ta bësh këngë, por çdo herë për shkak të agjencës së ngjeshur si nga ana ime, ashtu edhe e Shpatit, është vonuar kjo. Dhe kjo më ka mbetur peng që nuk kemi realizuar një projekt të tillë. Por Shpati për herë ishte njeri që deshte të bashkëpunojë, ishte njeri i cili për herë rinte pranë njerëzve të tjerë, për herë ndaleshte dhe bisedonte me njerëzit. Dhe ky është një gjest shumë i bukur dhe duhet të jetë shembull sidomos për brezat e rinj. Pavarësisht arritjeve të lartave dhe sukseseve, mbi të gjitha ai duhet artisti të jetë njeri dhe të flet me ardashësit e tij, me tifozët e tij dhe me bashkëpunëtorët e tij. Po, ju e keni njohur nga afër Shpat Kasapin dhe a mund na rrëfeni atë pjesën e panjohur për publikun, siç e përmendët ju, qasjen që ai kishte dhe ndihmën që ai ofronte kundrejt shtresës së varfër? Ishte i tërhequr
që të mos e shohin njerëzit ashtu mendonin të tjerë. Por ai ishte shumë i thjeshtë dhe shumë i pashëm njëkohësisht, të cilin nuk e shihnin me makinë të udhëtoj, po ecën në këmbë në pjesën e çarshisë. Daleshte dhe njerëzit i flisnin, dikush ja këndonte edhe këngët e tij. Dhe kjo në këtë rast edhe ato i lumturonte si artist, sepse përderisa i përkase dhe botës së artistëve, e ndjem shumë të veçantë që dikush e di veprën tonë. Dhe në këtë rast edhe shpati kënaqeshte me atë që njerëzit e shihnin dhe e këndonin këngën e tij. Shpati ishte bashkëpunëtor jo vetëm me botën artistike, por edhe me njerëzit e rëndontë që gjente gjatë rrugës. I veçantë, këtë fjalës. Po, Delvina,